Si fotograf i jetës së egër, duke e ditur se çdo ditë jam në terene në kërkim të ekskluziviteteve të reja, e kam vërtetur edhe unë që ka një numër më të madh të gjarprinjve në Kosovë gjithandej. Arsye për këtë është fillimisht ngroja globale, ditët bën më të nxehta dhe këto janë kushte optimale për gjarprinj që të qëndrojnë sa më aktiv. Disa prej tyre për shkak të mungesës të rreshurave dhe shterjes së lumenjve vinë poshtë për gjetur lokacione të ndryshme, puseta të ndryshme për të shuar etjen, me theks të veçantë ata më helmues që janë vipera moditis. Tjetër është edhe ndërhyrja e njeriut në ekosistemet, nuk po punohet toka, as livadët, pra këto barishta gjithandej që janë rritur në për tokat e bujqësisë, natyrisht ju jep kushtet favorshme dhe gjarprinjve që të vinë shumë më afër njeriut, prandaj bujqësia apo njeriu kur i lejonash aktivitetet e bujqësisë, kjo shton dhe numrin e brejtësve. Kur shton numrin e brejtësve, domosdoshmërisht vinë edhe gjarprinjt pas tyre, sepse ushqehen me brejtës. Po ashtu edhe një faktor tjetër që është shumë i rëndësishëm që nuk dua ta lë anash asesi është vrasja, balsamosja e graviçarëve fluturues, në këtë rast skifterave dhe shqiponjave sidomos. Nuk e di sa e din njerëzit, por ne kemi lloj të shqiponjës që është shqiponja gjarpërngrënëse apo Circaetus gallicus emri shkencor, që ushqehet vetëm se me gjarprinj. Po ashtu edhe disa lloje të tjera të shqiponjave, të cilët për fat keq kemi parë të balsamosura nëpër restorane të ndryshme, e kjo keq është bërë për të kënaqur syrin e disa klientëve aty, por nuk e kanë llogaritur që do të vijë një ditë kur ne do ta shohim këtë problem si shumë shqetësues dhe do të jetë vërtet problem pastaj të mexhanxhohet popullata e madhe e gjarprinjve gjithandej. Prandaj duhet një mobilizim i popullatës, një vetëdijsim që të ruhen këto ekosisteme mbi të gjitha për problemet me ngrohjen globale, sa më shumë punë në toka bujqësore në mënyrë që ato toka bujqësore mos t'i shkatrojmë kurrë në ndërtimet e ndryshme të larta, dhe besoj se nëse kështu bashkëpunojmë, ne do t'ja dalim që mos të kemi probleme të tilla në të ardhmen.